Nëse një shqiptar nuk i ka plotësu kushtet, a patjetër duhet të punësohet shqiptar aty, nuk mund të punësohesh te i dyti që ishte Maqedonas? Jo, atëherë do thotë konkursi shfuqizoheshte dhe hapeshte, do thotë tentoj të hapet një konkurs i dytë dhe me reorganizimet e brendshme brenda institucioneve. A është këtu ja pikërisht kjo ajo mungesa e fleksibilitetit? Se mund të ishte edhe e kundërta, për shembull mund të ishte një Maqedonas, tani flasim për ata që e kanë propozuar ligjin, se ti flet ashtu siç ishte ligji, por këtu ndoshta u krijua keq kuptimi sepse nëse realisht nuk kishte një Maqedonas me kriteret e duhura, pse mos punësoheshte një shqiptar që i plotësonte kriteret? Po prandaj do thotë edhe para disa viteve në mendimin e Ministrisë së Administratës në strategjinë për reforma, e cila buronte nga Ministria e Administratës Publike, do thotë u publikua strategjia për reforma 2020-2030, strategji 7 apo 10 vjeçare, mos më kapni për fjalë, u publikua një mendim të cilat ministrat po të dhanë pëlqim që të fillohet mendohet diçka përtej balancuesit. Një mekanizëm. Që të tejkalohet ky ngërç. Që tejkalohet ky ngërç dhe ky polemizim që u bë në atë periudhë kohore.